shkruar. Është e shkruar kjo. Pra, është konstatuar, e shkruar me falje, dhe unë kam respektin më të madh për gazetarët, dhe unë ju kam thënë ju se ju keni bërë një punë të shkëlqyer në raportimet që keni bërë ditën e zgjedhjeve. Keni sjell aq shumë fakte, faktikisht me raportimet tuaja keni kontribut të veçantë. Dhe unë nuk i mohoj kur këto. Por raporti thot, atë që kemi thënë ne, po këta e kanë vërtetuar. Linjat editoriale vinë nga fuga. Nga Edi Rama. Ka gjë më të rëndë. Se të diktoj qeveria linjat editoriale. Një lloj si dikton dhe dikur. Partia Punë Shqipërisë kishte një drejtori. Quhej drejtoria e propagandës. Dhe aty, ato media që ishte, aty mirë instruksion çdo ditë. Që do trajtonin këtë mënyrë. Kjo Edi Rama ka rikthyer modelin e etërve të tij. Është vërtet kjo. Censur, deformime, manipulime, të gjitha këto në rrafshin psikologjik janë të vërteta. Atëherë, më thoni mua, farsa, sigurisht, vota mund shkojnë tu, mund shkojnë aty, por një gjë do të them, me që më pyete. Opozita, ju ofroj këtyre forcave që bërin opozitën e opozitës. Ju ofroj koalicionin. Ato sigurisht refuzuan. Dhe tani këto forca që thoni ju, të marrë as bashku, përveç Alin Qori që ka spektrin e qartë, edhe s'mund t'i thotë kush gjë, është i majtë, në rregull, ka një përcaktim të vetin. Të tjerë të morën deputet sa ato ndoshi. Po. 3 deputet të ndoshi, 3 deputet këta. E çfarë shërbëj kjo? Nuk shërbëj kjo për të heqë opozicës të paktën 8 deputet. Këta shërbëjnë për ta privuar opozitën nga 8 deputet. Po a është ky fundi? Jo, sepse opozita farsën nuk e fiton. Unë jam njeriu që kam deklaruar me 10 herë përpara, me Edi Ramën nuk ka zgjedhje tjera, ka farsë. Dhe duhet jemi realist. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Janë 520.000 shqiptarë që votuan kundër Edi Ramës. Se ata nuk besojnë se një pjesë atyre elektorëve që thotë, ata votuan për njerëz të cilët thonë nuk jemi për rotacionin. Nuk kemi për rotacion, nuk ishte pra për largimin e Edi Ramës. Unë s'mund të them se ata ishin zgjedhës tanë. Edhe mundet. Por nuk e di, nuk e njoh fat. Po gjersa u deklarua që nuk janë për rotacionin, kështu që farsa është farsë. Dhe unë ftoj të gjithë ju, të gjithë gazetarëve, të cilët nga mëngjesi deri në darkë kanë të bëjnë me interesin publik dhe formimin e opinionit. Duhet jemi të vërtet me njerëzit. Farsa është farsë. Dhe kjo farsë është ndërkombëtarisht e denuar në rezolutën e Valencias. Por e vërteta është bërë shosh dhe nga raporti i komunitetit ndërkombëtar, vëzhguesve të komunitetit ndërkombëtar. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, ju keni deklaruar disa herë në fakt që tashmë nuk jeni më një politikan, por një misionar. Kuri mbaron mandati misionarit, pra misioni që ju keni nisur sipas statutit Partisë Demokratike? Pyetje drejt. Po të marrish të gjithë betejën time, unë e kam bërë për votën e shqiptarëve. Unë betejën Partinë Demokratike e bëra që të votojnë demokratët. Dhe jo t'ja u kontrolloj kush. Kryetari. Absolutisht. Kjo ishte gjithë betejja ime. Unë betejën për shqiptarët po e bëj, që ata të votojnë të lirë, të kenë zgjedhje të drejta.
është betejë e vështirë, por është arritur. Çfarë është arritur? Sepse në rrafshin ndërkombëtar të arrish të denosh procesin zgjedhor, ta shpallish fars procesin zgjedhor pa u zhvilluar, është arritje. Në dëshpërim, po është arritje e madhe. Këto zgjedhje, të gjitha partitë si motra, tonat, i quajtën fars 10 ditë para se zhvillohen. Pra u zhvilluar një fars, nuk u zhvilluar zgjedhje. Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Kjo është një betejë. Kjo është një betejë që mbyllet me sukses ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Por me këtë narkoshtet, shqiptarët kur pa ushtruar prej tij nuk do mund të votojnë të lirë. Dhe në fakt, betejë e madhe, lufta e madhe fillon pas këtyre zgjedhjeve. Pas kësaj farse, pas kësaj farse, nuk duhet të flasim për zgjedhje më, duhet të flasim për farsë elektorale. A do pranojnë shqiptarët që jetojnë në farsë, të përcaktojnë farsa fatin e tyre, të ardhmen e tyre? Jo. Jo. Nuk e pranojnë. Ndaj dhe ne, ndaj dhe unë, dhe forca politike e opozita, është e vendosur ta bëj këtë luftë. Tani janë gjërat evidente. Nuk ka ma unis me vonesë për arsye objektive. Dihet se kjo duhet ishte nisë me datën 26 prill të vitit 2021. Edhe atëherë, jo nuk të por dhe atëherë vota vdiq pa hyrë në kuti, kam shkruar. Dhe kur vota vdes pa hyrë në kuti, do thot ka farsë dhe nuk ka zgjedhje. Sa i vetëm në Durrës, Tiranë, Lezhë, Kurbin, ndau 130 milion euro. Me fatura thesari, nga marsi, nga data 10-15 mars, gjerë ditën zgjedhje në prill. Në kundërshtim flagrant me ligjet, ai tha vetë. Kodi elektoral është kinezëri. Pra, kur nuk ka ligj, ka farsë. Prandaj dhe besoj se për çdo njeri me interes publik, kjo do të jetë një thirrje madhe në ndërgjegjën e tij për rrezikun e jashtëzakonshëm që paraqet farsa për të ardhmen e tij dhe të kombit. Po. Zoti Berisha, kam dy pyetje. Pyetja e parë, si do të procedoni ju në seancën e 29 qershorit në parlament, në një kohë që mblidhet parlamenti i vjetër dhe deputet, cilët nuk do të jenë më deputet në 29 maj, pra javës që vjen. Si do të shkoni ju në parlament, si do të procedoni në një kohë që mblidhet parlamenti i vjetër dhe ka deputet të cilët nuk do të jenë në parlamentin e shtatorit dhe keni ju frikë se mos deputet të opozitës kalojnë ligje me rëndësi me qeverinë Rama gjatë seancave të fundit? Nuk kam asnjë lloj frike se deputet të opozitës nuk do i qëndrojnë opozitarizmit. Pas saj farse elektorale, ata do jenë dyher më të motivuar për të qëndruar dhe për të denoncuar aty para shqiptarëve dhe botës të gjithë farsën e shëmtuar elektorale që ndodhi. Edhe një pyetje tjetër. Nga data 11 maj deri më sot, i vetmi që del nga selia blu jeni ju që denonconi procesin elektoral të cilën e quani farsë zgjedhore dhe publikoni prova nga selia blu. Është një strategji e zgjedhur nga ana juaj apo duhet që edhe drejtuesit politikë dhe deputetët të ndjekin në njëjtën rrugë, gjë që nuk e kanë bërë gjatë kësaj kohe? Faleminderit. Kjo është një moment sepse të gjitha qarqet po bëjnë bilancin e tyre dhe ata do të denoncojnë. Të gjitha. Do ketë, domethënë, e vërteta do vi në dritën e diellit në këtë sallë
me të gjithë dokumentacionet në të gjitha qarqet. Por, ndërkohë që ata po punojnë, po mbledhin materiale, po ndjekin, kanë ndjekur numërimet gjerë para 2 ditëve, e tjerë, tani po përgatisin raportet për qarqe dhe ato do u paraqiten publikisht. Kjo është qëndrimi ynë. I kthyer edhe një herë pyetjeve të kolegëve për parlamentin. Pasi ju po denonconi për ditë farsën zgjedhore siç e pretendoni. Para se pretendoj, të lutem. Okej, siç akuzon. Siç e thot, më fal. Siç e thot e paralajmëroi rezoluta e Partisë Popullore Europiane. Pyetja ime është, para se të mblidhni forumet, ideja e Sali Berishës pas farsës zgjedhore, a është që të kemi një marrëdhënie normale me parlamentin, apo do kemi një opozitë agresive? Cili do të jetë qëndrimi që do mbajt Partia Demokratike nëse nuk kemi vendimarrjen në forumeve? Cili është qëndrimi i Berishës? Qëndres ndaj shtetit elektoral kriminal, ndaj narkoshtetit shqiptar dhe përpjekje për të realizuar votën e lirë shqiptarëve. Një qëndres protest brenda parlamentit, të gjitha forma, anormalitet, qënë më i qartë, kur thoni qëndres, do shkoni sërish me flakadan, do keni zhurmues, do kemi përplasje? Tani, se çfarë sjell dita, do ta shohim, do ta shifni, por e vërteta është që betejë e lufta jonë nuk ndërpritet gjerë ditën e zgjedhjeve të tjera për Shqipëri. Zoti Berisha, Isa Mizuraj nga Ora News, ju pretendoni dhe pretendimet të juja i bazoni në raportin OSBE-u deri dhe në raportet ndërkombëtare. Po tani ne jemi gazetarë, por duke e lënë, pra duke marrë të mirë qenë ato që thoni, pra gjithë farsa elektorale dhe gjithë ato që farë ka deklaruar raportet ndërkombëtare, gjatë këtij 10 ditëshi që ditën e zgjedhjeve, a ka pasur një moment që Sali Berisha ka menduar që edhe kupola e Partisë Demokratike mund këtë pasur faj, pasi siç na vlerësove që ne kemi ndjekur procesin zgjedhor, kemi denoncuar ato që kemi menduar që duhet denoncuar, ne kemi parë dhe Partinë Demokratike, zoti Berisha, në kulmin e fushatës, duhet thonë që ka pasur drejtues qarqësh që pinin kafe gjithë ditën te kafeja e Partisë Demokratike. Pra, janë disa gjëra që ai keni parë këto detaja, ka mangësi në opozitarizmin e kolegëve tuaj. Isa, jo vetëm pas farsës, por në çdo kohë dhe çdo moment, unë kam vetdijen time se jashtë teorisë gabimit nuk del askush. Dhe keni bindur ju që Partia Demokratike pas luftës për paraqitjen ndërkombëtare të kësaj farse, pa diskutim që do bëj të gjithë diskutimet e brendshme për të gjithë problematikat, defektet, të metat, e gabimet e tjerë me radhë. Vetëm një gjë, pse, çfarë do t'i marrim hierarkinë e vlerave dhe koncepteve. Farsa nuk fitohet nga opozita. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dalën dot qeverinë që të falë 200 milion euro gjoba. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dalën dot qeverinë që të bëjë dhurat 100 euro për 760.000 pensionistë. Çfarë do që të bëjë opozita, dhe ai që mendon ndryshe gabon, nuk mund të analojë qeverinë, të shpërndaj miliona rrënjë kanabis për të mbjellë, të cilat në vetvete përbëjnë një potencial të tmerrshëm blerës në të 4 anë të vendit. Një rrënjë kanabis vlerësohet 1.000 euro. Dhe imagjinoti tani kur hapet plantacioni, zona e plantacionit, 138, i merr fshatarët për rreth dhe u thot, ja,
këto janë rrënjt tua, këto janë bim tua, dhe i ketë garantuar nga shteti, me sigur kaq vota. Pra këto, çfarëdo që të bëjë opozita nuk mund të arrestoj as Elvis Doçin, as Suel Çelën. Por opozita e ka bërë punën e vetë, duke i denoncuar me zë dhe me figurë, në mënyrën më të fuqishme si grupe terroriste, për shkak të përzierjes tyre. Opozita e ka bërë punën e vetë, duke garantuar një rezolut ndërkombëtare pa precedent, që i shpall këto zgjedhje fars, pa u zhvilluar, duke siguruar një hearing në pa precedent Parlamenti Evropian